Sekondi që ndan për jetësinë te ura e Siratit. Mendojeni një çast, kur çdo gjë që njihni në këtë botë ka marrë fund. Toka është ndëruar në një fushë të bardhë dhe të rrafshët. Llogaria e veprave ka përfunduar dhe peshorët kanë dhënë verdiktin e tyre. Dielli është shuar dhe një errësirë e dendur, e rëndë si plumb, ka mbuluar mbar njerëzimin. Në atë moment të merri, kur gjunjët nuk mbajnë më as mbretërit e as tiranët, përpara nesh do të shtrihet stacioni i fundit përpara se të preket xheneti. Një urë, por jo një urë si ato që kemi parë në këtë botë. Ajo është ura e Siratit. E shtrin mbi humnerën e tmerrshme të xhenemit. Kjo urë është i vetmi shteg që të dërgon drejt shpëtimit. Askush nuk mund ta shmang atë. Çdo qenie njerëzore që ka shkelur mbi këtë tokë do të detyrohet të ecë mbi të, dhe aty, në atë errësirë absolute, do të vendoset përgjithmonë fati ynë i përjetshëm. Çfarë është kjo urë? Dhe pse profetët e Zotit dridheshin kur kujtonin kalimin mbi të? Kur sahabët e pyetën profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të për natyrën e kësaj ure, përshkrimi që ai dha ishte një paralajmërim që të rëngjethmishin. Profeti alayhis salam tregoi se ajo urë është e rrëshqitshme dhe që të merr këmbët. Mbi të ka grepa, gjemba të mëdhenj dhe huka prehekuri që të gërvishin dhe të kapin. Ndërsa shokët e tij si Ebu Said el-Hudri shtuan se tek ata kishte mbërritur lajmi se kjo urë është më e hollë se floku dhe më e mpret se teu i shpatës. Dhe imagjinojeni çfarë gjendet poshtë saj. Poshtë saj ulërin zjarri i xhehenemit, i cili lëshon flakë dhe shkëndije të mëdha sa pallatet. Çdo hap i gabuar, çdo lëkundje, do të thotë të rrëzohesh në ato humner të pafundme. Në Kuranin famlar të Zotit i Gjithësisë na ka treguar se ky kalim është një ligj i prerë. Dhe nuk ka asnjë prej jush që nuk do të kalojë mbi të, mbi xhehenem. Ky është një vendim i prerë i Zotit tënd që do të përmbushet. Pastaj ne do t'i shpëtojmë ata që kanë qenë të devotshëm, që janë friksuar Zotit, ndërsa zullumqtarët do t'i lëmë aty të rënë përmbys mbi gjunjë. Sura Meriem 71-72. Në të errësirë të tmerrshme të Siratit, drita e kësaj bote, energjia elektrike, pasuria apo teknologjia nuk ka asnjë vlerë. Aty do të ketë vetëm një lloj drite, drita që buron nga besimi dhe veprat e tua të mira që ke bërë në tokë. Kurani e përshkruan me një bukuri mahnitse skenën e besimtarëve në atë çast. Në atë ditë do t'i shohësh besimtarët dhe besimtarët se si drita e tyre ecën para tyre dhe në të djathtë të tyre. Sura Hadid 12. Profeti alayhis salam shpjegoi se njerëzit do të ndriçohen sipas gradës së besimit të tyre. Disa do të kenë një dritë të madhe sa një mal, që u ndriçon rrugën për kilometra të tërë. Disa do të kenë një dritë sa një pemë palm, ndërsa njeriu me besimin më të dobët do të ketë një dritë aq të vogël, sa vetëm në gishtin e tij të madh të këmbës, herë do të ndizet e herë do të fiket. Kur ndizet, ai do të bëjë një hap, kur fiket, ai do të ngrihet nga frika mbi teun e shpatës. Në atë çast, hipokritët, ata që në këtë botë shtiren si besimtarë por zemrën e kishin të kalbur, do të mbeten në errësirë të plotë. Ata do të thrasin besimtarëve me dëshpërim: "Na pritni pak, të marrim pak nga drita juaj", por do t'u thuhet: "Kthehuni pas në botën e kaluar dhe kërkoni dritë atje", por për ta do të jetë shumë vonë. Mbi urën e Siratit nuk do të ecësh ashtu siç dëshiron ti. Shpejtësia jote mbi atë urë do të jetë saktësisht e barabartë me shpejtësinë me të cilën ti je përgjigjur urdhrave të Zotit në këtë botë. Nëse kur dëgjoje ezanin vrapoje drejt namazit, nëse nxitoje të bëje vepra të mira dhe të pendoheshe, po ashtu do të nxitohesh edhe mbi Sirat. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë: "Besimtarët do të kalojnë mbi të, dikush sa hapen mbyll syt, dikush si rufeja, dikush si era, dikush si shpendët që fluturojnë, e dikush si kuajt e shpejt." Mendojeni atë triumf. Ti shkel në fillim të urës dhe në një tëmitën e sekondës e gjen veten në anën tjetër, në dyert e xhenetit i shpëtuar përgjithmonë. Por jo të gjithë do të kenë këtë fat. Profeti alayhis salam vazhdon edhe tregon për kategoritë e tjera. Disa do të kalojnë duke ecur rregullisht, disa duke ecur zvarr me gjunjë me bark, e ndërkohë grepat e xhehenemit, të cilët janë të urdhëruar të kapin njerëzit sipas mëkateve të tyre, do të fillojnë punën. Disa njerëz do të gërvishen e do të përgjaken tërësisht nga grepat, por do të arrijnë të shpëtojnë në fund, ndërsa të tjerë, ata që e kaluan jetën në mëkate, në krye neqësi dhe pa pendim, do të hapen nga ato kthetra hekuri dhe do të hidhen përmbys, duke fluturuar drejt greminës së zjarrit. Në atë ditë të tmerrshme, askush nuk do të mendoj për tjetrin. Nëna do të harrojë fëmijën e saj,
Burri do t'ik nga gruaja e tij. Çdo shpirt do të thotë, vetja ime, vetja ime. Në mbar universin askush nuk do të guxojë të flas mbi urën e Siratit, përveç një kategorie të veçantë, profetët e Zotit. Ata do të qëndrojnë në anën tjetër të urës, të mbushur me ankth për umetet e tyre. Dhe profeti ynë Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, i cili na deshi dhe qau për ne përpara se të na shite, do të qëndrojë aty duke u lutur me përgjërim. Lutja e tij e vetme në atë çast do të jetë: O Zot, shpëtoj, o Zot, shpëtoj. Mendoje një këtë dashuri profetike. Ai nuk po kërkon asgjë për vete. Ai lutet për ty, që po kalon mbi teun e shpatës, që po përballesh me grepat e mëkateve të tua. Ai pret që ti të arrish shëndoshe mirë në bregun e shpëtimit. O robi Allahut, ky dokumentar që po ndjek po mbaron, por rruga jote drejt Siratit sapo ka filluar. Dietarët e mëdhenj kanë thënë të vërtetë të thellë. Ura e Siratit në botën tjetër është vetëm pasqyrimi i urës që ti po shkel sot në këtë botë. Kjo urë sotme quhet Siratul Mustaqim, rruga e drejtë e Islamit. Nëse ti sot qëndroni pa lëkundur në rrugën e Zotit, nëse i shmangesh haramit, nëse fal namazin dhe bën mirë, ti je duke ndërtuar një urë të gjerë, të ndritshme dhe të sigurt për ajretin tënd. Sa më i vendosur të jesh sot ndaj gjembave të gjunaheve në tokë, aq më shpejt do të fluturosh nesër mbi humnerën e zjarrit. Mos prit derisa të fiket të drita e jetës tënde. Kërko dritën sot përmes pendimit të sinqert. Zgjat i duart të drejt krijuesit tënd dhe thuaj me zemër: O Zot, më udhëzo në rrugën e drejtë dhe më bëj prej atyre që do të kalojnë Siratin si rrufeja. O Zot, ne ndriço rrugët tona me dritën e imanit. Na ruaj nga grepat e gjunaheve dhe na bëj prej atyre që do të presin profetin e tyre në portat e xhenetit me fytyrë të bardhë e të shpëtuar përgjithmonë.